Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të serisë së videove shpjeguese të bazave më kryesore të secilës lëndë prej lëndëve të fesë islame dhe jemi sot tek lënda e historisë, inshallah. Pika e parë për sot thot: historia është një nga lëndët që na ndihmojnë më së shumti për kuptimin e fesë. Pra historia në vetvete nuk është se konsiderohet një lëndë pjesë e fesë, por si një lëndë ndihmëse që na ndihmon t'i kuptojmë lëndët e fesë. Këtë e themi për arsye se historia na jep neve shembuj konkret nga e kaluara të njerëzve që kanë pasur akiden dhe fikhun e duhur dhe si ka qenë shembulli i tyre realisht, si kanë kuptuar ata këto lëndë dhe si ka qenë përfundimi i tyre, ashtu siç na jep edhe shembuj të ilustruar të atyre personave ose grupeve të personave të cilët kanë pasur akide të gabuar ose fikh të gabuar, gjë që nga këto të dyja përbëhet vetë feja, çfarë do lloj feje qoftë, dhe çfarë përfundimi kanë pasur ata persona që kanë pasur këto gabime. Pra na tregon dhe si është e mira dhe si është e keqja në mënyrë më praktike. Për këtë arsye na e thjeshton të kuptuarit e këtyre lëndëve, ndërkohë që këto lëndë janë vetë feja. Më pas, pika 2. Ajo trajton ngjarjet të njerëzve, grupeve të njerëzve dhe popujve. Pra, ashtu siç kemi bërë ndarjet me nivele, këtu po bëjmë dhe brenda një lënde të caktuar një ndarje të informacionit me nivele. Kuptohet që informacionet që janë rreth një personi janë më pak sesa informacionet që janë rreth një grupi personash. Dhe këto të dytat janë më pak sesa informacionet që janë rreth një populli, që është një grup i madh personash. Pra në këtë lloj forme mund t'i bëjmë një ndarje historisë për ta thjeshtuar mënyrën e studimit të lëndës. Po faktikisht mund t'i bëhen edhe shumë ndarje të tjera, këto janë ndarje relative, nuk është se duhen marrë si të pakundërshtueshme. Për shembull, çdo institucion mund të ketë historinë e vet. Çdo biznes mund të ketë historinë e vet. Çdo qytet apo fshat apo vend mund të ketë historinë e vet. Kështu që në këtë lloj forme mund ta kategorizojmë historinë në lloje të ndryshme historish. Ama të gjitha në thelb e ndihmojnë njëra tjetrën dhe të gjitha në ndihmojnë për njohjen e realitetit, po ashtu edhe për njohjen e fesë. Më pas, pika 3, ajo bazohet në Kur'an, hadith dhe dëshmi. Në kjo pikë flasim specifikisht për historinë e Islamit dhe muslimanëve. Kjo për arsye se te historia e Islamit dhe muslimanëve detyrimisht duhet të merren në konsiderat dhe ato gjëra që thon tekstet fetare. Çfarë thuhet në ajetet e Kuranit, për shembull për profetët e popujve të mëparshëm, apo për ndjekësit e tyre, apo për armiqtë e tyre, apo për gjendjet e këtyre popujve, apo histori të tjera që përmenden si shembuj për të ilustruar gjëra që Allahu ka pasur për qëllim që ne t'i dimë. Po ashtu edhe në hadithe është folur po për këto gjëra që përmenden edhe në Kur'an ose me informacione shtesë, kështu që tekstet fetare merren në konsiderat kur flasin për historinë e Islamit dhe muslimanëve. Dhe historia e Islamit dhe muslimanëve sipas këndvështrimit ton nuk trajtohet duke filluar nga profeti sallallahu alaihi wasallam e tutje. Përkundrazi, trajtohet duke filluar që nga fillimi i njerëzimit, për arsye se ne konsiderojmë edhe njeriun e parë, Ademin dhe bashortën e tij Hawan, si musliman. Dhe konsiderojmë që Islami është feja e parë të cilën e ka praktikuar njerëzimi. Dhe duke qenë e tillë, historia e njerëzimit bën pjesë ose ndërthuret me historinë e Islamit. Kështu që themi që studimi fillon edhe më përpara në faza që i trajton Kurani. Po
Po ashtu mund të kemi për disa prej këtyre fazave edhe dokumenta ose dëshmi të tjera të kategorisë historike, por jo fetare, të cilat mund të ndihmojnë njëra tjetrën për përpilimin e kësaj lëndë, ama nuk i anashkalojmë tekstet fetare. Kurse kur themi dëshmi, dëshmit janë të shumëllojshme, mirë po ndarja më kryesore e tyre është midis atyre që ne mund t'i marrim për bazë dhe atyre që nuk i marrim dot për bazë. Ashtu siç e theksuam këtë gjë edhe tek lënda e hadithit. Dhe ky është një lloj filtri i domosdoshëm për të pasur një pasqyrë të mirë dhe të besueshme të realitetit, asaj çka ka ndodhur dhe asaj çfarë nuk ka ndodhur, ndonse mund të pretendohet se ka ndodhur. Më pas, pika 4, dëshmit mund të jenë gojore, të shkruara, materiale. Kur themi dëshmi gojore, do të thotë që dikush e transmeton gojarisht një lajm dhe ky lajm nuk është i shkruar gjikundi. Thjesht është transmetuar gojë me gojë, nga personi në person. Dhe kjo në vetvete është më së e pranueshme në rast se personat që janë në zinxhirin e këtij transmetimi plotësojnë kushtet për të pranuar fjala e tyre. Për sa i përket dëshmisë së shkruar, edhe ajo ka nevojë për një lloj filtrimi, duhet parë domethënë personi që e ka shkruar dhe biografia e tij, dhe më pas edhe ajo mund të merret për bazë ose të refuzohet ashtu siç merret për bazë ose refuzohet dhe dëshmia gojore, me të vetmin ndryshim që dëshmia e shkruar ka një fuqi më të madhe memorizuese zakonisht, ose ruajtëse mund ta quajmë. Pra, dikush që e shkruan diçka e ka më të kollajshme për ta ruajtur atë informacion sesa dikush që e memorizon diçka. Ndonse ka njerëz që memorien e kanë shumë të fortë dhe shumë të zhvilluar, ama këtu po flasim për rastin e përgjithshëm. Ndërsa kur themi dëshmi materiale, këto mund të jenë për shembull sende ose vende ose objekte të cilat i kanë mbijetuar kohës. Pra që në kohën kur ato kanë qenë në përdorim dhe deri në kohën tonë, dhe ato në vetvete janë burim informacioni për ne për kohën në të cilën ato kanë qenë aktive. Më pas, pika 5, pjesa kryesore e saj janë historitë e profetëve, pastaj ato të dietarëve, pushtetarëve dhe njerëzve të dalluar. Pra themi që pjesa kryesore e historisë janë historitë e profetëve, sepse ata janë njerëzit më të dalluar, ata janë njerëzit më shembullor, ata janë njerëzit që meritojnë të ndiqen në çdo hap që kanë hedhur, qoftë në besimin e tyre, qoftë në atë çfarë kanë praktikuar. Kështu që njohja e historisë së tyre është themelore për ne në mënyrë që të themi që po ndjekim shembullin e duhur. Dhe këtu bëjmë pjesë të gjithë profetët, që nga Ademi alayhis salam deri te profeti sallallahu alaihi wasallam pa përjashtim. Ndonse historia e profetit sallallahu alaihi wasallam ka një rëndësi të veçantë për ne, sepse është më e detajuar sesa të gjitha historitë e tjera, është i vetmi person të cilit i dihet pothuajse çdo gjë e imët, qoftë në çështjet familjare, qoftë në zakonet e jetës së përditshme, qoftë në çështjet vetjake, qoftë në çështjet shoqërore, qoftë në çështjet politike, qoftë në çështjet fetare, në të gjitha aspektet dihet jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam më mirë nga ç'dihet jeta e çfarëdo lloj personi tjetër në botë. Nuk ka asnjë mbret, asnjë komandant shteti, asnjë diktator, asnjë faraon, asnjë gjë përgjeje që të mund të krahasohet informacioni që kemi për të me informacionin që kemi për profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë aspekt mund të themi që muslimanët kanë se me çfarë të krenohen dhe duhet që kësaj krenarie t'i bashkangjisin dhe një ndjekje besnike sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, nëse pretendojnë që realisht janë ndjekës të tij. Dhe po ashtu historia e tij është me një rëndësi të veçantë sepse ai është njeriu më i dalluar. Ne thamë të gjithë profetët janë njerëzit më të dalluar, po ndërmjet këtyre të dalluarve ka disa që janë më të dalluar se sa të tjerët. Dhe më i dalluari nga gjithë është profeti sallallahu alaihi wasallam, për këtë arsye historia e tij është më e rëndësishme të dihet se sa e çdo kujt tjetër. Ndërsa kur themi historia e dietarëve, do thotë njerëzve që kanë qenë më të informuarit rreth gjërave të fesë, sepse ata po ashtu ofrojnë për ne një shembull të mrekullueshëm për ta ndjekur. Ndonse nuk është i të njëjtit nivel me shembullin që ofrojnë profetët. Ndërsa kur themi pushtetarët,
Këtu bëhet fjalë çdo kush që ka pasur diçka në dorë dhe ka qenë në një pozicion drejtues për njerëzit e tjerë. Dhe kjo për arsye të ndikimit që ka pasur tek grupet e njerëzve. Dhe ky ndikim mund të ketë qenë edhe për mirë, mund të ketë qenë edhe për keq, mund të kenë qenë edhe të dyja gjërat të ndërthuara së bashku. Ama njohja e këtyre figurave na ndihmon neve për njohjen e historisë. Për shembull, nga gjërat më kryesore që mund të jetë tek studimi i historisë së një shteti të caktuar, është i njohësh gjithë prisat e tij, për shembull, gjërat më kryesore rreth jetës së tyre. Ajo të jep edhe një pasqyrë rreth realitetit të atyre popujve gjatë kohës që ata kanë sunduar. Por duke njohur edhe biografi të tjera ose elementet më kryesore të biografive të njerëzve të tjerë të dalluar, atëherë plotësohet kjo pasqyrë, plotësohet kjo panoramë. Për këtë arsye kemi përmendur më poshtë edhe njerëzit e tjerë të dalluar në atë shoqëri. Më pas. Pika 6, ajo përfshin edhe shenjat e kiametit. Shumë dietarë në momentin që kanë folur për historinë, nuk kanë anashkaluar edhe gjëra që do të ndodhin në të ardhmen, për të cilat neve na kanë treguar tekstet fetare që do të ndodhin, por ndërkohë ato nuk kanë ndodhur akoma. Pra quhen si pjesë të historisë sepse sipas besimit tonë është e sigurt që ato do të ndodhin dhe është e pashmangshme. Për këtë arsye është një lloj sikur ato të kenë ndodhur, mund t'i shkruajmë që janë të sigurta, që do ndodhi kjo gjë, do ndodhi kjo gjë, do ndodhi ajo gjë. Dhe në rastin konkret, një nga librat më të njohur të historisë së Islamit dhe muslimanëve është libri i famshëm i autorit Ibn Kathir, që ka shkruar edhe tefsirin e Kuranit, që është i përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Ai ka shkruar një libër me titull El Bidaye wan Nihaye, që do thotë fillimi dhe mbarimi, në të cilën trajton në faza të ndryshme historinë e botës deri në kohën e tij. Dhe kujtojmë që ai ka jetuar parafërsisht rreth viteve 1300 e ca sipas kalendarit diellor, që i bie rreth 700 vjet përpara kohës që ne po flasim. Dhe Ibn Kathiri në pjesën e fundit të librit të tij trajton shenjat e kiametit, çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Pra gjëra që deri atëherë s'kishin ndodhur akoma, një pjesë e së cilave ka ndodhur tashmë në kohën që ne po flasim, por që kanë qenë të shkruara në tekstet fetare, ajete Kurani dhe hadithe profetike. Dhe në të njëjtën mënyrë është e sugjerueshme që të trajtohet historia edhe nga autorët bashkohor. Më pas pika 7, historia e këtij ummeti ndahet në 5 periudha. Kur themi ummet, nënkuptojmë popull. Dhe kur themi popull, në rastin konkret po flasim për muslimanët ndjekës të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra që nga momenti që është dërguar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe derisa të bëhet kiameti. Nëse dikush do ndonte të bënte një pasqyrë të plot ose sa më afër të plotës të historisë së njerëzimit, do të ishte një person që do të kishte kaluar gjitha këto faza, do të kishin dalë dhe shenjat e kiametit dhe do të ishte shumë afër për të ndodhur kiameti, tek brezi i fundit i muslimanëve. Ai person që do shkruante historinë e atij brezi do t'i vinte vulën, si të thuash, historisë së kësaj bote. Dhe në rastin konkret, për sa i përket historisë tonë, bazat e saj ose ndarjen kryesore të saj në etapa ose në periudha e ka bërë vetë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, dhe këtë ne mund ta marrim në konsiderat për gjithë studimin që do të bëhet në video në vazhdim në lidhje me lëndën e historisë. Dhe ato janë 5 periudha. Periudha profetike, periudha e khalifatit sipas metodës profetike, periudha e mbretërive, periudha e pushtetit të dhunshëm dhe periudha e khalifatit sipas metodës profetike sërish. Pra nëse i marrim secilin prej tyre tek e tek, periudha profetike konsiderohet që ka filluar në momentin e parë që profetit sallallahu alaihi wasallam i ka zbritur shpallja, që do të thotë në moshën e tij 40 vjeçare, pra parafërsisht rreth vitit 600 sipas kalendarit diellor, dhe ka vazhduar për 23 vite me radhë, për aq kohë sa ka vazhduar edhe shpallja e Kuranit, dhe ka mbaruar në moshën e tij 63 vjeçare kur ai është larguar nga kjo botë. Pra kjo ka qenë periudha profetike në të cilën Allahu ka folur njerëzve nëpërmjet shpalljes së tij në formë më të drejtë për drejtë se sa në brezat e mëpasshëm, duke qenë se njerëzit mund të pyesnin për diçka dhe mund të merrnin përgjigje pothuajse në moment në disa raste. Dhe kjo ka qenë njëkohësisht
periudha më e shkëlqyer ose periudha më e mirë që ka njohur ky ummet. Periudha në të cilën njerëzit kanë qenë më lart në raport me devotshmërinë dhe ka pasur një nivel më të lartë drejtësie. Ndërsa për sa i përket së dytës, periudha e khalifatit sipas metodës profetike, vetë fjala khalifat vjen nga fjala zëvendësim, pra dikush që vjen mbas dikujt. Dhe është quajtur e tillë sepse është vazhdimsi e shtetit islam mbas largimit të profetit sallallahu alaihi wasallam nga kjo botë. Dhe ai që udhëheq këtë lloj entiteti quhet khalif. Pra personi që është zëvendës për një person që nuk është më në atë pozicion. Dhe kjo periudhë është specifikuar nga vetë profeti sallallahu alaihi wasallam që do të zgjasë 30 vjet dhe aq ka zgjatur. Për këtë arsye, dietarët e fushës së historisë, ku referenca jon kryesore ndër bashkohorët që do të marrim në konsideratë dhe në përkthimet e librave në vijim, është autori Ali Muhammed Sallabi. Ky autor është i mendimit që khalifët e udhëzuar që bëjnë pjesë të kjo periudhë 30 vjeçare janë 5. Nëse ka dietar që thonë që janë 4, pra është çështje këndvështrimi tek njerëzit e fushës, tek ustallarët. Dhe ai e fillon me periudhën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, pra Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka ardhur në pushtet më një herë mbas profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qëndruar në pushtet për afërsisht 2 vite gjysmë. Më pas Umerit, Umer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, i cili ka ardhur në pushtet mbas Ebu Bekrit dhe ka qëndruar në pushtet për afërsisht për 10 vjet. Më pas Uthmanit radhiyallahu anhu, i cili ka ardhur në pushtet mbas Umerit, pra më pas vjen në pushtet Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, i cili qëndroi në total për 12 vjet për afërsisht në udhëheqje të shtetit islam. Mbas tij është Ali ibn Abi Talib, djali i xhaxhait të profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qëndruar në pushtet për afërsisht për 6 vjet, 5 vite ca, dhe përfundon me Hasenin, djalin e Aliut, nipin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qëndruar në pushtet për 6 muaj dhe më pas ja ka kaluar pushtetin Muawijes radhiyallahu anhu. Pra me këta të 5 përmbyllet 30 vjeçari i periudhës së khalifatit sipas metodës profetike. Më pas fillon periudha e radhës, e cila në arabisht titullohet Mulkun Ad. Kështu e quajnë profeti sallallahu alaihi wasallam për të qenë të saktë. Dhe Mulkun Ad do thotë një lloj pushteti që është i kapur fort dhe që nuk e lëshon ai që e kap. Pra një periudhë që karakterizohet nga dëshira për pushtet. Mirë, po kjo periudhë kuptohet që nuk është në të njëjtën lartësi të dy të parave, është pak më poshtë. Ndonse është një periudhë që në përgjithësi anon nga e mira. Për shembull, gjatë shumicës së kësaj periudhe ka pasur një shtet apo më shumë se një shtet që menaxhoi nga muslimanët dhe i mbronte të drejtat e muslimanëve në botë dhe përpiqej për vendosjen e drejtësisë në përputhje me parimet e fesë, por ka pasur luhatje. Herë ka qenë më mirë, herë ka qenë më pak mirë. Herë ka pasur kriza, herë ka pasur vështirësi, herë ka pasur lulëzim etj. Dhe ndryshe këtë e quajmë periudha e mbretërive sepse pushteti në përgjithësi është trashëguar brenda një familje ose brenda një farefisi, të afër me njëri tjetrin. Kjo ka filluar që me familjen e Beni Umejjeve, ka vazhduar me familjen e Abasitëve dhe ka përfunduar me familjen e Osmanëve. Ndonse paralelisht me këta ka pasur edhe shtete të tjera, të cilat kanë vepruar dhe kanë qenë të pavarur nga ato shtete që kanë qenë bërthama kryesore e ummetit, për shembull shteti i Selgjukëve apo Andaluzia për një periudhë kohe, apo shteti i Morabitinëve në Afrikë e kështu me radhë. Pra ka pasur dhe shtete të tjera më të vogla, të cilat kanë pasur ngritjen e tyre dhe rënien e tyre në të njëjtën kohë. Më pas fillon periudha e katërt, që mbas luftës së parë botërore, ku në vitin 1923 është shpallur Republika Laike Turke dhe është anulluar koncepti i shtetit të përbashkët Osmanët, të cilën bënin pjesë musliman nga popujt ndryshëm të botës. Në këtë moment janë coptuar
tokat e muslimanëve dhe janë ndarë në rreth 60 shtete të tjera të vogla, ku secili prej tyre kryesisht udhëhiqet me ligje laike edhe sot e kësaj dite, shumica dërmuese, dhe kjo periudhë emërtohet me termin arabisht mulkun xhebri, që do thotë një lloj pushteti i dhunshëm që të detyron të bësh gjëra kundër dëshirës tënde. Pra nëse duam ta marrim fjalë për fjalë nga aspekti gjuhësor. Dhe kjo është periudha në të cilën ne bëjmë pjesë. Dhe siç e dimë gjatë historisë në luftën e parë botërore, ka pasur një aleancë të disa popujve të ndryshëm kundër muslimanëve, përveç se kundër një pjesë tjetër që luftonin atë kohë. Dhe këto tokat e muslimanëve u coptuan nëpër shtete të ndryshme. Domethënë disa toka i morin nën kontroll një shtet, disa toka të tjera i morin nën kontroll një shtet, disa toka të tjera i morin nën kontroll një shtet. Pra si thua, u bë fije ai shteti i mëparshëm që kishte qenë. Dhe kjo situatë nuk dihet se sa do të zgjasi, ashtu siç nuk dihej edhe periudha e mbretërive se sa do të zgjaste, por se dihet që mbas kësaj do të vijë një periudhë e cila do të jetë më e mira mbas të dytës, mbas khalifatit sipas metodës profetike. Dhe kjo do të jetë khalifati sipas metodës profetike sërish. Që do thotë, sado që kjo periudhë ka vështirësitë e veta dhe problematikat e veta dhe pengesat e veta për të kapërcyer, ama do të vijë një moment që do të largohet kjo periudhë dhe do të riformohet një khalifat, një shtet i përbashkët për gjithë muslimanët e botës, gjë të cilën e trajtojnë hadithet që flasin për shenjat e kiametit. Pra kjo nuk është një çështje e diskutueshme, është një çështje sipas besimit të muslimanëve që do të ndodhi me patjetër. Dhe ajo do të jetë faza e fundit, në të cilën do të ndodhin edhe disa ngjarje të mëdha në botë, siç është për shembull dalja e Imam Mehdiut ose zbritja e Isës alayhis salam dhe përhapja e Islamit në çdo shtëpi. Më pas, mbas kësaj faze pritet vetëm kiameti. Pra ndonë se ajo është faza e fundit, ama nuk është e fundit për nga rëndësia dhe nuk është e fundit për nga mirësia. Por kuptohet që ajo fazë nuk vjen vetvetiu, por vjen ndërkohë që një pjesë e mirë njerëzish punojnë për realizimin e asaj faze. Më pas, pika 8, ne jemi tek e katërta dhe më e vështira. Pra kjo nuk është analiza ime personale, por kjo është ajo që thonë dietarët të cilët i trajtojnë këto tematika. Më pas, pika 9, historia trajton edhe ngjarjet e jo muslimanëve dhe sekteve. Pra, siç kemi thënë më herët, që edhe lënda e akides, edhe lënda e fikut mund të trajtojë akiden islame dhe akidet e tjera, fikun islam dhe fikun e feve të tjera, ashtu mund edhe historia të trajtojë historinë e islamit dhe muslimanëve, ashtu siç mund të trajtojë edhe historitë e popujve të tjerë. Dhe personalisht jam i mendimit që mënyra më e mirë se si mund të studiohet historia është duke i ndarë popujt në bazë të fesë. Pra jam i mendimit që studimi i lëndës së historisë së popujve të bëhet duke i ndarë ata në bazë të fesë, për arsye se feja është ajo që ka ndikimin më të madh në veprimtarinë e këtyre popujve dhe rrjedhimisht edhe në historinë e tyre. Dhe më pas secila prej tyre të trajtohet sipas çfarëdo lloji etape që ka secili prej popujve që ka kaluar në të kaluarën e tij. Më pas, pika 10, ajo përsërit vetveten. A ne themi shprehjen e njohur që historia përsërit vetveten për arsye se ngjarjet ndonse nuk janë të njëjta, por janë deri diku të ngjashme me njëra tjetrën, dhe ato që janë të mira dhe ato që janë të këqija. Edhe njerëzit janë të ngjashëm me njëri tjetrin ndonse nuk janë të njëjtë, edhe të mirët edhe të këqijt. Për këtë arsye e thjeshton studimin e historisë dhe krahasimin e ngjarjeve me njëra tjetrën kur e analizon mbi këtë lloj baze. Dhe kjo të ndihmon edhe që të nxjerrësh mësime. Pra duke zgjuarësia jo në këtë rast qëndron që sa të aftë jemi që të bëjmë krahasimin e gjërave me njëra tjetrën. Ti shikojmë kush janë të ngjashme dhe kush janë të ndryshme apo kush janë të kundërta dhe të nxjerrim përfundime mbi këtë lloj baze. Më pas pika 11, ajo na ndihmon për të kuptuar realitetin dhe qëndrimin që duhet të mbajmë kundrejt tij. Pra, ne kemi dhe një realitet bashkëkohor të cilin po e jetojmë, përveç ngjarjeve të shumta që ka kaluar bota. Ama këto ngjarje që ka kaluar, nëse ne i dimë, na ndihmon që ne të mbajmë një qëndrim më të mirë
për këto gjëra që janë duke ndodhur, në krahasim me rastin po të mos i dinim, sepse ai njeri ose ai popull që nuk e di të kaluarën, rrezikon të bjerë në të njëjtat gabime që mund t'i ketë bërë dikush tjetër përpara tij. Pra, në rast se ne e dim, kemi mundësinë të shmangim disa gabime dhe kemi mundësi të sillemi më mirë dhe të mbajmë qëndrime më të mira. Për këtë arsye, edhe feja nxit shumë për mësimin e historisë dhe po ashtu edhe logjika e shëndosh nxit për mësimin e saj. Ne lutim Allahun që të na japi sukses në këtë veprimtari, na ruaj nga çdo gjë e keqe dhe i kujtojmë shikuesit tanë që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.